Një ditë pas zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën në Shqipëri, vëzhguesit e USB Odirit prezantuan gjetjet, teksa vonë theksin të rëndësia e këtyre votimeve, vëzhguesit deklaruan se sërish shumë rekomandime të Odirit nuk u morën parasysh, sipas tyre zgjedhjet u mbajtën në një klim të thellë polarizimi, ndërsa kandidatët nuk gëzuan kushte të barabarta gare. USB po ashtu evidentoi se fushata u fokusuan në sulme armiqësore dhe personale, sidomos nga drejtuesit e dy partive kryesore, gjë që çoi në mosbesim politik. Ndodhen në një klim të jetë të polarizuar dhe garu dhe kandidatët nuk patën mundësi të barabarta, megjithse disa prej tyre raportuan se kishin pasur dhe raste intimidimi. Partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i burimeve administrative gjatë fushatës. Pati gjithashtu edhe disa raste pretendimesh për presione ndaj zgjedhësve, sidomos në punësve të administratës publike. Përqendrimi i pronësisë së medias minoi pluralizmin e burimeve informative dhe krijoi autocensurë mes gazetarëve dhe dy partitë kryesore ishin ato që dominuan bulimin e lajmeve. Pati gjithashtu edhe një mungesë të autoritetit për të monitoruar fushatën zgjedhore online. Por zgjedhësve nuk ju dha shansi të dëgjonin një shkëmbim të sinqert të ideve politike. Fushata u fokusua në sulme armiqësore dhe personale, sidomos nga drejtuesit e dy partive kryesore, në vend që të bazohej tek debati mbi zgjidhjet e ndryshme. Dhe kjo çoi në mosbesim në politik. Vendi ka nevojë për politikë të ndershme dhe jo vetëm në ditën e zgjedhjeve, por çdo ditë. Problemet me zgjedhjet si financimi i partive politike, përdorimi i burimeve shtetërore duhet të zgjidhen nëse Shqipëria do të bëjë progres drejt BE-s. Ambasadori Lamberto Zanjar komentoi edhe pjesëmarrjen në zgjedhje për 42.21%. Ai tha se është shqetësuese që 58% nuk e ushtruan të drejtën e votës. Zanjar u pyet nga gazetarët për sistemin e patronazhimit në vendin tonë dhe për ndërhyrjet e tyre në zgjedhje. Lidhur me këtë, shefi i misionit monitorues të OSBE-s deklaroi se problemi nuk është ekzistenca e një rrjeti, por mënyra se si ata operojnë dhe se për çfarë përdoren. Pra, jemi të vetëdijshëm për çfarë ndodhi në Vor dje, edhe ne vetë njoftuam vëzhguesit tanë që të siguroheshin pra që vëzhguesit tanë ta monitoronin situatën. Dhe sigurisht që ishim të pranishëm, megjithatë ne nuk është se kemi funksionin e mandatin e policisë. Këto janë funksione pra që duhen garantuar nga vetë vendi, pra nga Shqipëria. Kështu që nëse do të kishte një problem, nëse ka pas probleme me mos reagim të policisë, duhet besoj të ketë një reagim, pse s'ka pasur reagim në kohën e duhur, por që do të thosha ne vëzhguam situatën. Michel Gahler, vëzhguesi i OSBE-s, ka deklaruar se Shqipëria nuk do mund të futet në Bashkimin Evropian kështu siç është sot. Ai u rekomandoi të gjithë aktorëve përkatës të marrin seriozisht rekomandimet e OSBE-s. Ky vend nuk do të futet në Bashkimin Evropian kështu siç është sot, ama ka shumë gjëra që mund të përmirësohen dhe sigurisht që zgjedhjet janë të rëndësishme. Dhe unë rekomandoj me forcë të gjithë aktorëve përkatës që t'i marrin këto rekomandime seriozisht. Për sigurimin e votës së diasporës, OSBE Odiri tha se është një arritje për Shqipërinë, po ashtu vëzhguesi shpreh angazhimin për të bashkëpunuar me institucionet shqiptare.